Që ma mirë për mua është një vdekje me dignitet, se sa një jetë me poshtrime apo me përullje të pandesh. Avokati Altin Goxhaj, dhe me thonë që e kemi postu në studio bashkë edhe me juve ka qenë, Po, e ndërgjova. ka pas thonë era agent e Izraelit. Po, Këtë të gjeneronit, e tash edhe Ahmadinejadin e kanë thonë kështu, dhe me thonë në përlojme, nëse s'gaboj ndërkombëtare që po del si agent i Mossadit e sen, po në pasi shë vërtet. Këto janë krejtë rrena. Edhe ti po. Mirë po, Goxhaj une për ato avokati im veç e kam marë parasysh këtë, ja kom që linkun e emisionit juj, edhe avokat Goxhaj ka me dhënë përgjegjësi për këto, se kjo shpifje tepër e madhe. Për ne me ligjin e Kosovës, për një shpifje që ta bëjnë 3 muaj deri në 3 vjet ka burgim, ose dëm shpërblim. E ai që 2 herë ka përmend, edhe atë ditë më ka thënë kur kam qenë në emision, edhe kështu. Kështu që avokat Goxhaj ka me pas punë me ligjin, sepse ai ka bërë shpifje shumë të madhe. Ka thënë e Izraelit, po mjaft bre shpiuna, çka ka thënë? Po agente. Agente e Izraelit, e Mossadit, njëherë terroriste mbonën, tash agente, pritni bre njerëz se unë jam shqiptare. Po të kena po me një fotografime. Unë jam e frymzume, që vllau im, prej kujt jam e frymzume. Që na improshi, da? Po të kem po me një foto me, ajo, o konë shumë mamati, po folë. Para 20 vite. Po ti në shtave që ta kus, kine e farlike. 30 sekonda. Edhe është për mu më burje se une jam shpërbly me medalje. Tash edhe Majlindës mi a dhonë medaljen, ku me ditë çfarë histori, background kriminal ka ai personi që ja ka dhonë medaljen, mu nuk më intereson. Edhe ke ragu kër vro Khamenei? Edhe pse nuk është. Ke ragu dhe të na kur është vro? Për Imam Khamenei nuk kam reagu, se thënë kur të djeg qumshti i fryn edhe kosit. Prandaj vetëm e kom dhënë një deklarat ngushëllimi, kur gjë tjetër, se po e shoh që ky populli jon, moderniteti, modernizmi ka ndiku shumë keq në paragjykime, në gënjeshtrat, fillojnë mos mi besu gënjeshtrat. Dhe çiko tash, po tham jo për juve, po ju e keni një emision ma të veçantë, mundi me thonë, aty për aty e bani diçka, edhe thirrni njerëz intelektual, doktor, profesor, njerëzi që janë përpilues të kushtetutës, Kadri Kryeziu ka qenë, profesore, të nderuarin, madje me një postim timin e kam dhënë në një deklarat që ai nuk e ka pas për atë islamin. Po veç kur jemi të deklaratat i këbollët që unë spajtuna me ty, ke thonë që Edi Rama e ka vendin në burg të Hashim Thaçi. Unë besoj në pafajësinë e Hashim Thaçit. Ju a besoni? Shiko, unë aty kam bo një gabim aty për aty, kërkoj falje prej të gjithve, mirë po nuk kërkoj falje prej atymve që mi kanë shkurtu pjesët e mija, sepse unë e kom thënë... Dhe ma unë ta kanë zërë për kontekstin. Po, ma kanë zërë. Unë e kom thënë nuk ja dëshiroj askujve burgun, qofte edhe armikut tim, plus vllau tem Hashim Thaçit, të cilit ja kom dhënë votën gjithmonë. Mirë, po ato e kanë hekat pjesën pozitive, por prap thëmë që Edi Rama e ka vendin burg, jo të Hashim Thaçi, e Hashim Thaçi e ka vendin Kosovë, e të kthehet sa ma shpejt. Ma bre, se edhe Edi në ashtave që në vëzu, tash ta hekin në ngratas. E po tash populli vendos. Nuk është i keq as Edi Rama. Për mu është... Tash Shqipëria për na hem bëj. Letë për mu flasin argumentet e popullit, fjala e popullit. Për mu... Edi ko merita, nëse Shqipëria hem bëj. Me qenë, po për mu duhet njerit mja vlerësu të mirat, çka i ka bo, si Hashim Thaçit, si Albinit, si kryeministit e Roma, si të gjithë kanë të mira. Se Albini përmend shpesh në Madje zoti thot, ndonjëherë edhe këta që janë udhëheqës, jam mbuloj të metat e këqija. E vërtet. Përse Albini në dati ma shumë. Edhe nëse ka bo diçka që nuk besoj, Hashim Thaçi, ka mënyra që na shqiptar, tradita jonë, kanuni jonë, e ka një fisnikëri, një bujari, që ka mënyra që me nxerr Hashim Thaçin dhe krerët e UÇK-s edhe me i pru në Kosovën tonë. Se ata kanë dhënë shumë për vendin tonë. Pikë pyetjes i këbollja. Unë e di që e mbrën edhe mbështet Albin Kurtin, të kom pohone. Po e mbroj edhe unë i kom thënë që për mu Albin Kurti ka disa karakteristika të
të Imam Aliut, por nuk i përngjan Imam Aliut. Fizikisht, po As karakteristika. fizikisht, as me bindje, unë nuk dia beson Zot Albin Kurti. As që më intereson, sepse neve nasi besimtar, na nuk kemi të mundësi, Të drejt, nuk kemi po, të drejt me paragjyku, Absolutisht. por nasi besimtar, na mundemi me jetu me një shtet, i cili ka drejtës